Bukurie Mata është një nga nënat më heroina, sepse asnjëherë nuk u ndal se kërkuari vajzën e saj për 16 vite rresht. Ajo që e bën më dramatike këtë situatë është se personat që dyshohen se kanë gishtë ngjarje janë familjar, hallat, gjyshja dhe babi. Bukurie Mata, kur pas e bashkëshorti mbronte maman dhe motrat dhe tërhiqte denoncimet nga komisariati, vendosi ta divorcojë burrin. Tashmë, ajo e vetme për 16 vite rresht vijon të kërkoj vajzën, por duke se situata ka marrë një rrjedh komplet tjetër. Duke qenë se prokuroria nuk mundi ta zbardhë asnjëherë këtë çështje dhe e mbylli pa autor, anë të një shoqate që ka vendosur ta ndihmojë financiarisht, mamaja Bleonës tashmë po heton çështjen me detektiv privat. Ajo shpreh se në kuadër të këtij hetimi nuk mund të tregojë çdo gjë që është zbuluar deri tani, por ka vendosur të ndajë një detaj shumë të fortë. Detektivët privat kanë arritur të gjejnë prova që implikojnë gjyshen e Bleonës, e cila ka gisht në rrëmbimin e saj. Provat më të forta në bashkëpunimin me persona që e kanë nxjerrë jashtë Shqipërisë Bleonën janë të gjyshes, ndërsa hallat kanë patur rol ytësor. Çdo gjë u verifikua pasi u zbardhën tabulate telefonike të një telefoni të dytë që gjyshja e kishte përdorur vetëm për këtë rast. Në biseda telefonike dëgjohet zëri i gjyshes që komunikon me një tjetër person dhe cakton një vend takimi. Kjo i ka dhënë një kthes të fortë këtij rasti. Pritet që me këto prova të reja të rihapen hetimet dhe të zbardhet plotësisht kjo ngjarje.